Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 24 tetor të 2025. Duket se kemi një ditë me shumë rëndësi të veçantë, sepse dielli në Akrep, që formon një katërkëndësh me Plutonin, një kënd mjaft kërkues që rrit nevojën tonë për të kontrolluar disa çështje të rëndësishme dhe të gjërave të mëdha. Disa ndikime që ka të bëjnë pikërisht kjo ditë nuk është se është e pamundur të kemi një ndikim ose të rregullojmë diçka, por kërkohet vëmendje në çështjet e mëdha, siç janë ato ekonomike, siç janë ato financiare, siç janë ato gjëra që neve duam të dimë mbi çështjen e marrëdhënieve mes punës dhe gjërave të tjera, të udhëtimeve që neve kemi, mundësive që neve na jepen, duhet pasur kujdes. Gjithashtu ka të bëjë shumë në lidhje me shenjat që japin një vëmendje të veçantë, një kujdes që duhet kenë, është luani Akrepi ujorit e ditës së parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Nuk është një ditë që ka të bëjnë mjaft problematike ose ka gjëra që çfarë mund të ndodhi, po mirë është në këtë ditë neve të mos marrim vendime me njerëz apo me disa biseda që mund të bëhen ose disa fjalë, disa lajme që mund të merrni dhe nuk i dihet burimi i informacioni, nuk është pse të shqetësoni, sepse disa gjëra nuk janë ashtu siç duken, por kujdesi kërkohet, sidomos juve që punoni në vende të rëndësishme ose në rolin drejtuese, duhet bëni kujdes sepse ka të bëjë shumë me çështjet nga më madhoret që mund të keni ose disa ndikime që mund të lidhet puna juaj, mund të jetë gjërat e juaja, sepse gjithmonë dita e premte është ditë e fundit si institucion që janë në punë ose bëjnë disa gjëra që mund të diktojnë ose ndikojnë. Në lidhje me disa çështje të tjera që lidhen me udhëtimet ose disa biseda që do të bëni juve që jeni jashtë në diasporë ose takime të kësaj rëndësie, është mirë që të rishikoni edhe një herë gjërat që të dilni atje ku dëshironi. Para se të fillojmë me parashimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar kudo ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al kemi faqen Ros shkon atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson, sidomos në çështjet madhore që juve keni, siç është puna, karriera, dashuria apo gjëra të tjera që vështirë t'i rregulloni ose diçka që në bazë të planeteve dhe të gjërave që juve kërkoni, të jeni të gatshëm dhe të shikoni se çfarë do të bëni. Atëherë kemi pikërisht astrologo.al dhe aty pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por juve që doni që në kohën që neve jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni dhe ndiqni hapat, i shikoni të gjitha ato dhe më pas dërgoni mesazhin në kohën që jemi drejt për së drejti për të marrë për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju shenjës së Dashit duket se keni të bëni me një ndikim shumë të madh në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, sepse është një moment mjaft i vëmendshëm në radhë parë, por dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë tani tutje në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të merrni dhe mundësi të ardhmë që do të keni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britsjap dhe me luan janë të mbara. Pak vëmendje do të bëni me peshorët dhe liçit të dytë ose disa biseda që mund të bëhen paradite, duket se nuk do gjejnë vendin e duhur për të biseduar, por mirë është të shtyhet për një moment tjetër nëse nuk është e mundur për këtë ditë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e Demit. Përsa përket shenjës së Demit, meqenëse se Demët kanë disa mundësi të arta, do ta thosha unë për anën e financave ose të biznesit, duke pasur parasysh janë në kërkim të një biznesi të ri ose një lëvizje, një udhëtim që mund të bëjnë, është një udhëtim që është shumë i rëndësishëm në ekonomi, shumë i rëndësishëm në gjërat që doni të realizoni ose kohën e përshtatshme në anën e financave, të biznesit, të karrierës suaj, por gjithsesi kërkohet kujdes. Gjithsesi është momenti i duhur me gjërat që doni të bëni, me kohën që juve keni në dispozicion, sepse kjo është një kohë që arrihet fal mundësive, fal konkretizimit të gjërave që juve keni në fushën e punës suaj, por edhe pse disa ndryshime që do bëhen tani tutje janë ndryshime mjaft të mira, nuk janë ndryshime problematike, por
ndryshime që kërkojnë kohën e tyre, kërkojnë mundësitë e tyre dhe gjërat do të ndikojnë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore bëni pa kujdes përse përket pikërisht kësaj natyre për ditën e sotme, sidomos dem ujor, dem virgjëresh apo dem akrep, sepse disa gjëra mund mos shkojnë ato si duhet, por kujdesi kërkohet. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e binjakëve. Por ju të kësaj shenje, me qenë se keni pasur disa çështje problematike të rëna pezo, në fundit keni mundësinë ose keni disa gjëra që vërtet ndryshojnë disa çështje pune, disa çështje karriere edhe gjëra të tjera që pak a shumë janë në farë mënyre dhe mundësitë që mund t'jepen ose koha mund t'jetë në dispozicionin tuaj, mund t'jetë diçka mjaft e mbar, sepse lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me atë çka juve jeni, keni dhe doni të realizoni. Në lidhje me çështjet që ka të bëjnë me juve të shenjës së binjakëve, edhe pse keni pasur probleme me punën tuaj, dita e sotme është një ditë që mund të bisedoni, por jo të merrni vendime, sepse nuk është është momenti i marrjes vendimit të rëndësishëm për sa përket gjërave që juve keni. Nga java tjetër, mirë është që të rishikoni gjërat, sepse ka dhe kohën e vet, ka dhe mundësinë e vet për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet afatgjat, do thosha unë, që ka të bëjnë me akrep të 10 diqit të parë, ka të bëjnë me virgjëresht të 10 diqit të tretë. Virgjëresht të 10 diqit të tretë është një mundësi e mirë për të lidhur, për të parë se çfarë do të bëni dhe në vazhdimsi lidhur në lidhje me karrierën, me një dokument ose një rilidhje kontrate që mund të keni pasur, përse përket një pasurie të paluajtshme, është momenti i duhur në këtë aspekt. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Përse përket shenjës së gafores, meqenëse se gaforet tani në këtë periudhë e kanë pasur disa gjëra që nuk kanë qenë ashtu siç mund të prisnin për arsyet e tyre, duke pasur parasysh komunikimin, që është baza e juaj, por se gjëra disa të tjera që mund të ndikojnë ose mund të arrihet fal mundësive që do të jepen tani tutje, por ka dhe diçka tjetër në lidhje me takime, në lidhje me disa çështje vendimtare që do t'i merrni, është momenti tani në lidhje me anën ekonomike financiare dhe një biznes shumë të rëndësishëm që mund të keni tani tutje, duket se gjërat do vinë aty ku duhet. Megjithatë, juve të shenjës së gafores, një ndikim shumë të mirë në lidhje me punën tuaj, mund të bisedoni për këtë ditë, se është një ditë e mirë për juve, duke pasur parasysh një trekëndës që bën hëna me afër ditën, u jep mundësi dhe rëndësi në gjërat që doni të bëni. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur probleme me dash peshore ose dash me gafore bricap, pra gafore dash, gafore peshore, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Meqense luanët duket se kanë shumë gjëra që ka me ndikime të mëdha në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një çështje pozitive, në lidhje me karrierën, sepse juve keni kontrollin, do thosha unë, ose mundësinë që juve t'i zgjidhni gjërat ose siç doni, dhe është dhe koha juaj tani, është një moment mjaft i mirë në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime mjaft të mira, edhe pse duken të vështira, por janë ndryshime që vërtet tani për tani juve i keni mundësitë dhe është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime të mëdha, kjo do t'i keni dhe kjo është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm, me sa duket e keni mundësinë dhe kështu që kjo do të ndryshoj një herë e mirë në çështjet e financave, të biznesit. Kurse në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me bricap, duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshën, meqense virgjëresha duket se jo se ka diçka që nuk shkon, jo se është problem ana financiare ose çështje ekonomike ose disa gjëra që mund të ndryshojnë disi punën dhe disa gjëra të tjera që ju e keni në lidhje me anën ekonomike financiare, duket se lidhje me biznesin, lidhje me karrierën, lidhje me disa persona të rëndësishëm ose më saktë të rëndësisë së veçantë në ekonomi, por duket se edhe disa gjëra të tjera duket se tani është koha dhe momenti për të bërë zgjidhjen e duhur në anën e financave, kurse në dashuri duket se me binjak dhe shigjetar keni mundësinë, por një vëmendje do të bëni me peshk, sepse peshkun e keni përballë dhe mund të gjeni zgjidhje në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenja ajri, që kërkon dhe do të ndryshoj taktin dhe mundësinë, që do thotë shenja e peshores.
Për sa përket peshoreve, megjithëse peshorët tani në këtë periudhë kanë pasur shumë çështje problematike, të lëna pezo nëse do ta marrim kështu, por në anën tjetër nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse i keni mundësitë dhe kohën e duhur për marrjen e zgjidhjeve të problemeve që mund keni pasur më përpara, por gjëra të ndryshme, që do thotë ekonomi, do thotë mundësi, do thotë rëndësi në atë që juve keni dhe merrni, është një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë, është periudhë e mirë që juve të bisedoni dhe jo të vendosni. Të bisedoni për gjërat që do të vinë në javën që vjen, sepse dita e premte zakonisht jep disa sinjale që neve të përgatitemi ose të kemi pa kujdes në gjërat që do të bëjmë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor të 10 ditë të parë është diçka shumë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të shkojmë tek shenja e akrepit. Për ju të shenjës akrepit, me qenë se akrepët duket se marrin zgjidhje në çështjet ekonomike financiare në lidhje me disa vendime që mund të keni, edhe pse janë gjëra që nuk janë ashtu siç e prisni juve, por është koha e duhur mbi disa vështirësi që keni pasur juve, tani keni më të lehtë për të marrë vendim, sepse vështirësitë keni pasur nga ana e financave dhe gjërave të tjera që pak a shumë mund të jetë një çështje ekonomike financiare në vazhdimsi, mund ta thosha unë, është mirë për zgjidhur problemin, është mirë në lidhje me një çështje mjaft pozitive, por meqense ndikimi i akrepëve dhe ndryshimi i gjërave mund të keni për sa i përket çështjeve, por gjithsesi koha është me juve. Lidhjet afatgjatëse gjithmonë po të vëmë re shenjës akrepit, akrepët ndikojnë shumë ose ndikohen më tepër se kanë zemërgjërsinë, kanë atë mundësinë dhe rëndësinë që japin vetes së tyre në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem dhe me virgjëresh kanë diçka që mund ta stabilizojnë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shenjës shigjetare, meqense shigjetarët duket se tani e tutje, koha ka treguar që juve e keni mundësinë dhe i keni të gjitha gjërat në vijë për punë, për karrierë, për ndryshime, për mundësitë që do të keni, sepse është një kohë tani që gjërat t'i zgjidhni siç doni juve, meqense shigjetarët edhe pse kanë pasur shumë probleme, edhe pse kanë pasur çështje ekonomike financiare të pazgjidhura, po vjen një moment tani që e zgjidhin dhe kjo thotë që ndryshon ose diçka që mund të jetë në favorin tuaj dhe diçka shumë e mirë, sepse edhe periudha që juve keni është një mundësi shumë e mirë tani dhe momenti më i duhuri dhe më perfekti në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me peshk është ideale, edhe pse me binjak kanë diçka mes tyre që duhet të marrin vendime, por nga java që vjen. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Për ju të kësaj shenje, meqense britsjapët kanë anën e tyre më të mirë të mundshme në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me financat, në lidhje me ndryshime, në lidhje me këndet planetare ose mundësitë që jepen tani tutje, është koha më e mirë dhe më e mbara në anën tuaj, çështje që kanë bëjnë me lidhjet afatgjatë ose një çështje ekonomike financiare që mund zgjidhet tani tutje, duket se britsjap peshore, britsjap dem është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar ose për të bërë ndryshimin e duhur. Në çështje shpirtërore, ndikimet që kanë bërë bashkim familjar, bëhet fjalë, është ndikimi është britsjap kafore ose britsjap peshore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë pasur disa gjëra që mund mos kenë qenë aty ku duhet, ose ujorët tani tutje janë më të çliruar sepse duke pasur parasysh në ndikimin e Neptunit e Plutonit që kanë pasur disa ndikime, por ky trekëndës që bën për ditën e sotme, Plutoni, Saturni me Uranin, që është guvernatori juaj, u jep mundësi për zgjidhur shumë probleme në çështjet e ligjit, në çështjet e punës, në çështjet e karrierës dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 ditë të parë, me dem të 10 ditë të tretë, që është diçka shumë e mbarë dhe pozitive, gjithashtu edhe me luan të 10 ditë të dytë, ku ka diçka të mirë dhe pozitive dhe mund të jetë e realizueshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqet duket se tani erdhi momenti dhe koha për të bërë zgjidhjen e duhur për të arritur që në kohën e duhur për nisma të reja, sepse peshqit jo se kanë pas probleme ose kanë diçka që nuk shkon.
Kanë gjëra që vërtet duan të nisin diçka të re, por nuk po nisin dot. Kanë një mundësi që tani për tani vërtet ata e din, janë njohës dhe mirë njohës në gjërat që ata bëjnë, në gjërat e tyre që kanë, sepse është ky moment tani edhe pse juve keni pasur çështje problematike, edhe pse keni pasur gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, por ky është momenti i duhur mbi çështjet që do t'i zgjidhni, mbi gjërat që do keni dhe gjërat që do të realizohen tani e tutje në fushën e biznesit tuaj dhe jo vetëm. Prandaj mos u shqetësoni fare, është kjo periudhë mjaft e mirë për nisma dhe vendosmëri. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me shigjetar të 10 ditë të parë, është diçka mjaft pozitive, është diçka shumë e mirë dhe e mbar, dhe tani për tani gjërat do jenë në anën tuaj dhe koha tregon që ju jeni me fat në këtë drejtim dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. E përgjithshmja duket se takime që do të bëni, të keni parasysh, jo që keni për bërë bashkim familjar ose bisedime, aplikime, ku diun, shikojeni mirë çfarë duhet, sepse është një ditë që mund t'ju ngatëroj, mund të bëni diçka ose mund të harroni diçka në shtëpi, një dokument ose një çështje të rëndësishme, flason. Më mirë, shikoni, pastaj përgatituni për javën që vjen që keni mundësinë për të zgjidhur ato gjëra. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite të rëndësishme dhe mundësi të arta të datës 24 tetor të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, atëherë kemi pikërisht të faqen këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas, duke klikuar, jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen dhe në kohën që keni blerë paketën, më shkruani në email dhe flasim pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni, në kohën që neve jemi drejt për së drejti dhe doni dërgoni mesazh pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Rupulla, ju uroj një ditë të mbar në çdo aspekt dhe një fundjavë të lumtur. Nga unë Rupulla, gjithë mirat.